Rregulli i 99. Mbreti e pyet ministrin e tij: "A thua vallë pse ky shërbëtor ynë që po na shërben është më i lumtur se sa unë, kur unë posedoj tërkën mbretëri, ndërsa ky nuk ka asgjë para shpirtit të tij?" Ministri kujtohet pak dhe i thot: "O mbret, provohet të ky rregullin e 99." Mbreti çuditë thot: "Ç'është ky rregull?" Ministri i thot: "Merre një çesë dhe vendos 99 dinar në të. Dhe thua ja ku i ke 100 dinar, shkaku i shërbimit tënd besnik ndaj meje." Mbreti vepron ashtu sikurse e porosit ministrit i tij. Shërbëtori gati sa fluturon nga gëzimi i madh dhe me vrap kthehet në shtëpinë e tij. Gjëja e parë që bën posa hyn brenda, fillon e i numëron dinarët e mbretit. Mirë, po ato nuk i dalin 100, ato i dalin vetëm 99. Fillon prapë i numëron, prapë dhe herën tjetër, derisa shërbëtori fillon ta kërkon dinarin e humbur. Pastaj e sheh se nuk është në shtëpi. E merr dhe familjen e tij dhe fillojnë ta kërkojnë rrugës apo oborrit të mbretërisë. Derisa të nesërën në mëngjes, kur del përpara mbretit, del i lodhur, e i molisur, i trishtuar madje, nga se kishte humbur 1 dinar. Atëherë mbreti kuptoi se rregulli 99 është një rregull i artë. Ne i kemi 99 mirësi, ndërsa vrapojna pas një mirësie që ndoshta Zoti fare nuk e ka shkruar për ne.